Mirëmëngjes edhe shumë faleminderit. Sot është një ditë që do ta donim me diell, por nuk arritëm dot. Dhe kështu po e presim komisioneren për zgjerimin në vizitën e saj të parë në Shqipëri me shi. Megjithatë unë ja sqarova që shiu është bereqet dhe kam bindjen që do t'jetë një augur i mirë edhe për ecurinë e planit të ri të rritjes dhe për disbursimin e fondeve shtesë për Shqipërinë. E nderuar komisionere dhe e dashur Marta, është kënaqësi që ju presim këtu në Tiranë dhe qysh në fillim dua ta përsëris edhe publikisht që ne në rajon e kemi pritur me entuziazëm zgjedhjen tuaj, sepse ju jeni edhe e Bashkimit Evropian, po edhe e jona, duke qenë nga një vend i rajonit i cili ka shkëlqyer në rrugën e vet dhe sot është një antar krenar i Bashkimit Evropian, Slovenia, dhe sidoqoftë duke pasur gjakun më pranë nesh se sa pranë Brukselit, shpresoj. Dhe jam i bindur në fakt, megjithëse ju s'do e thoni këtë. Më vjen jashtëzakonisht mirë që takohemi në një moment kur ne kemi arsye të jemi krenar për çfarë kemi bërë. Ju keni arsye për të na mbështetur pa rezervë, por dua ta theksoj që ne nuk e marrim mbështetjen tuaj si diçka të dhënë një herë mirë, po si diçka që duhet fituar çdo ditë. Është mbështetja e një institucioni të madh dhe shumë kërkues, siç është Bashkimi Evropian, të cilën ne jemi të vetëdijshëm që duhet ta meritojmë çdo ditë, sepse ne duam të bëhemi pjesë e familjes së Bashkuar Evropiane. Ne e dimë që nuk ka asnjë alternativë tjetër, pikërisht sepse nuk ka alternativë tjetër të lirisë individuale, nuk ka alternativë tjetër të barazisë para ligjit, nuk ka alternativë tjetër të bashkëjetesës në diversitet dhe të standardeve europiane të kësaj bashkëjetese. Ne folëm me komisioneren dhe për të shkuarën, e cila ne na ka mësuar në mënyrën më brutale që pse rruga e vetme e jona është rruga e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, ne jemi shumë të vendosur që ta përmbushim me sukses objektivin shumë ambicioz të përfundimit negociatave brenda 2027-s dhe ambicia ime, ambicia jon, është që shqiptarët të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian brenda kësaj dekade. Dhe të mundet që kur ulen në aeroportet e Europës, të hynë nga ai korridori me atë
konstelacionin e yjeve, edhe jo nga i korridori tjetër ku shkruan të tjerët. Kjo është shumë e rëndësishme për ne se na iku jeta tek të tjerët me shekuj. Dhe e fundit, sepse sot ka rëndësi se çfarë do thoni ju, jo çfarë them unë, është që Parlamenti i Shqipërisë kanë tryezë sot marrëveshjet financiare për planin e rritjes, që i hapin rrugë edhe fillimit të financimit të fondeve që janë rreth 1 miliard euro të dedikuara për Shqipërinë. Kështu që e dashur Marta, ne duam lekët tona. Thank you very much. Thank you, dear Mr. Prime Minister, dear Edi. I love to be sunshine today here in Tirana, but I was told that if it's raining when you come to a visit, you have lucky feet. So I sure have a lucky feet because your country is doing really well on the EU path. In this geopolitics today, when nothing is impossible and everything is possible, I think one thing is very stable, and the thing is that your path to the EU is for sure, and it is happening, and it is real. I like seeing you and your team with Melinda, the chief negotiating, being so passionate about your country, and on the other hand, about the European Union. And I came here to show you my full support to your ambitious goals my team is telling me, but I think that these are realistic goals, not just ambitious goals. I quote you that you want that we finish the negotiations until 2027, and we are on a very good way. We have good prospects that we will open clusters 2 and 3 in the first half of the year, or let's say all the remaining clusters in this year. But we know exactly, both of us, it is not only about opening, it is also about closing. But yes, I'm sure that with all the reforms you are doing and are still to be made, that this is possible. So we really wait Albania to join the European Union because you deserve it, and because with you inside the European Union, Europe will be not just bigger but also stronger. The next important point is that you are an island of stability. You have good neighborly relations, and this is one point we too often forget. You are a champion in regional cooperation, and this is also very important. I'm the first commissioner coming from this region, and I know what it means to fight to become a member of the EU. It doesn't come just like this, so you have to do something for this. But once you are in the club, or even before, as you are now, this is my commitment to do everything possible that this will be our common success. And of course, your 100% alignment with the CFCP, with the security and foreign policy, it's amazing. Yes, I hope that today we will get the ratification in the Parliament of the 2 agreements which are necessarily, that we will be able to give Albania nearly 1 billion of euros, some in loans, some in grants, to do all the necessary reforms, and of course to enable you to be ready for joining the EU. So this is the main point of the growth plan, which is also part of the gradual integration where you are doing quite well. You have stated many times that it would be good that the candidate countries are becoming, before becoming a member, are becoming part of the European Union already. And this is happening with the SEPA, this is happening with Green Line, this will happen also with the growth plan.
And, you know, I am amazed about your reputation for hospitality and kindness. Before I was told, now I can experience. It is not just, you know, how you host me here. It is about how you host the College of Europe. It is about how the European Parliament has decided to open an office, a regional office, here in Tirana. It is about regional and youth cooperation office here. It is about the Balkan Summit you have organized in 22. It is about Berlin process you have organized last year. It is about the European political community which will happen this year. And of course, you have been successful and got the organization of the European Under-21 Championship in football, which will happen then in 2027. So it is huge what you are doing. Of course, we both know now focus needs to be turned to the implementation of the reforms which have been adopted and to accelerate the confirmation of all the other reforms, and especially in the justice reform, which I really fully support. And this is a cornerstone of the EU integration process. And let me recall that the progress on the fundamentals, we have started with fundamentals last year, we will close with the fundamentals, will continue to determine the path of negotiations. We are both goal-oriented, not just passionate about the European way, and goal-oriented means that we know how to deliver. And we will be able to deliver also if the public of Albania, the people of Albania, will support what we are doing. That's why, in my opinion, it is really important that the accession process is a whole of society project, when it is not about what you, the government, are doing and what the parliament is doing, but also that we include civil society organizations, that we include actually every city, every village, that people will be able to recognize why is it important or why are you entering into the European Union. So this is, which I see the more task on your side. The task and my commitment on my side is that I will have to take care that Albania will be more known in the member states. That's why we will start soon a communication campaign where we want to show why Albania should become not just a member of the EU, but what will be value added to the European Union if we take you in. In this respect, we will soon do a special survey on the enlargement, so how are the sentiments of the enlargement here in your country, and we will build on this. I would like to bring more and more journalists to your country to see the life here, and of course also my commitment is that we will also consider the member states. So when I say that we could finish the negotiating process until 27, we need the support of the member states, so that my call to action also to media is please help us that Albania will be more known and recognized in the member states, because this will make the decision-making process on the side of the member states much easier. I have said one commitment, this is communication campaign. I have another commitment which I would like to propose, but before I tell you about my commitment, or perhaps I tell you first, then I have a present for you. So my commitment is always, I'm very sporty, coming from the sporty family, and of course we have been also seeing the last Euro or championship in football. So I learned how fast you can be. So Nedim Bayrami shoot a goal in a 23rd second. So now I understand how you want to be so quick.
in the European Union. So, and this was against Italy. So congratulations to this. Football plays a special role in the life of Albanian society. But basketball had played a special role in your life. So my present for you today, and this is actually symbolic for whole Albania. We want to see Albania in Team Europe, and you will probably know this is my number. Why we give you the number 11. This is my number. And my commitment is, I'm not able to play a basketball with you, but my commitment is when we will finish the negotiating process, I will climb the highest mountain in Albania, Korop, 2,764, which is 100 meters less than the highest mountain in Slovenia. So I hope I will be able to manage it. But I would like you to go with me. If when we enter the European Union, I will give you a young, fresh prime minister to go with you till the highest point. But really, thank you, and I'm very touched from this. 11 is a great number, and I'm very committed, and I'm proud to have a team that is very committed, and I want to express here in front of you and of your delegation my gratitude and my thanks to Linda and Adea, who are the two EU ladies of Albania, and also to everyone else that is engaged in this, and last but not least at all to Ambassador Ferit Hoxha, who is our Lionel Messi in foreign affairs, because we throw him beyond the ocean to play in America, and then we bring him in Europe back, and he's for the tough jobs, and he does it very, very well. And I'm sure the Foreign Minister agrees with me. And he is coming from an area of Albania where men are supposed to be the stronger. He will accommodate himself by having to open the path to young ladies. So thank you, Marta. Thank you, and let's take some questions. Pyetja e parë për komisionerën. Me dhuratën që I bët kryeministri, duket sikur ju e dini se kush do të jetë në krye të qeverisë në 2027, por unë desha t'ju pyesja sa do të ndikojnë zgjedhjet në procesin teknik. Nëse do të ketë një rotacion politik, kemi dëgjuar kryeministrin që kjo mund të vonoj procesin. Ju si e mendoni këtë? Zoti Rama, në këtë mandat ju kishit sfidë antikorrupsioni. Ngritet një komision të posaçëm, ngritet pashtu një komision të posaçëm për dizinformimin. A do të vazhdoj kjo të jetë, nëse do të keni mandat 4, vazhdoj të jetë një prioritet? Dy drejtuesit e komisioneve të posaçme I pam që janë në det hapur, qofse do t'ju referosha kështu asaj që ju thatë në sy për disa kandidatë të opozitës, janë në listat e hapura, apo ju mendoni se çdo njëri që do të vihet në krye të asaj pune mund ta bëj fare mirë drejtimin e këtyre komisioneve? Faleminderit. I don't expect that the elections will slow down the European process, because it is so far going on and so deep that all the reforms which are in the process
I'm sure will be going on. The reforms are not because of the European Union. The reforms are because of the transformation process here in Albania. Of course, people of Albania will decide what kind of government you will have next. But in my opinion, the Europe is so embodied here in Albania that I only see the European future. Tani, spari po është e vërtet, ne kemi ndërmarrë një udhëtim në det hapur dhe kemi ndërmarrë prej ditës parë që unë kam marrë përsipër të drejtoj forcën më të madhe politike të shqiptarëve në opozit, kur kemi vendosur që do të reformojmë rrënjësisht drejtësinë. Dhe ky ka qenë një vizion dhe një objektiv i pandashëm i yni, deri kur arritëm që në mandatin e parë t'i hapim rrugë një procesi historik, transformues dhe realisht unikal në rajon për të luftuar dhe rrëzuar mitin e pandëshkueshmërisë dhe për të vendosur themelet e një sistemi të barazisë para ligjit. Sot ne kemi për herë të parë në historinë e shtetit shqiptar, qysh nga viti 1912, kur Shqipëria u shpall e pavarur nga Perandoria Otomane dhe për herë të parë krijoi shtetin e vet, njerëz me profile të larta publike, të lidhur me pushtetin politik, që janë para drejtësisë, që hetohen dhe gjykohen nga prokurorë dhe gjykatës, të pavarur nga qeveria, të pavarur nga pushteti politik. Më kujtohet që kur ne kemi bërë reformën drejtësi dhe bënim anketime për të pyetur qytetarët, mbështetja për reformën drejtësi ishte masive, ishte nga ato pak raste kur shqiptarët që përgjithsisht janë të ndarë edhe për nëse po bie shi apo nëse ka diell, sot ishin në të njëjtën valë. Mbi 90% donin reformën drejtësi, donin vettingun e gjykatësve dhe prokurorëve, donin hapjen e këtij procesi. Por, pyetjes, a mendoni se në jetën tuaj do shikoni ndonjëherë ndonjë ministër apo ndonjë pushtetar përpara drejtësisë, ata 90% që thoshin duam reformë, bëheshin 90% brenda atyre që thoshin jo, nuk e mendoj. Sot ky është realitet. Dhe nëse ka nëse ju më thoni që na jep një arsye vetme, se ka shumë për të nënvizuar se çfarë kemi bërë në këto vite, është kjo. Kemi arritur të thyem një tabu dhe të fusim në një kthes shumë të fortë një traditë shumë të vjetër dhe komplet të kundërt me standardet e bashkëjetesës së familjes europiane. Natyrisht që kjo nuk do të ndodhte pa Bashkimin Evropian dhe pa perspektivën europiane. E kam thënë dhe përsëris edhe sot. Edhe afganët donin të bënin demokraci, donin të bënin shtet të drejtës, donin të ndërtonin një sistem lirish individuale dhe barazie para ligjit, por nuk ja dolën. Edhe irakenët me siguri e donin këtë, por nuk ja kanë dalë.
dhe s'ka shans t'ja dalë askush me traditën kundër dhe me mungesën e institucioneve si pjesë të historisë vetë, përveç atyre që kanë bekimin të kenë Bashkimin Evropian. Dhe ne e kemi këtë bekim që jemi në mes të Europës dhe kemi Bashkimin Evropian. Që është aty me të gjithë kapacitetet e dijes për të na treguar, për të na shoqëruar dhe për të na ndihmuar po edhe monitoruar se si bëhet një shtet i drejtës. Thënë gjitha këto, natyrisht që ky proces është në fillimet e veta, natyrisht që ka problematikat e veta, natyrisht që nuk bëhet fjalë thjesht për pavarësi të pushtetit gjyqësor, po bëhet fjalë dhe për standarde demokratike, bëhet fjalë për mbrojtjen nga vetë pushteti gjyqësor, i lirive dhe drejtave të njeriut, etj. Ky është proces. Dhe ne jemi të pangopur në këtë proces me rezultate. Duam më shumë në të gjitha proceset. Prandaj kemi ngritur edhe një komision parlamentar i cili do të jetë aty deri kur ne të futemi në Bashkimin Evropian. Do të jetë aty për të siguruar që parlamenti është epiqendra e që koordinon të gjitha forcat e tjera dhe të gjithë faktorët e tjerë në funksion të mirëqeverisjes, në funksion të sundimit ligjit, në funksion të antikorrupsionit. Duke ruajtur dhe duke mbrojtur me fanatizëm patjetër pavarësinë e pushteteve. Kështu që kjo është e gjitha dhe për sa i përket pastaj pyetjes deti hapur, deti mbyllur, ky është një diskutim tjetër. Partia Socialiste nuk mund të jetë partia e atyre që janë brenda. Partia Socialiste duhet të jetë partia edhe atyre që janë jashtë saj. Dhe Partia Socialiste nuk është qëllim, Partia Socialiste është mjet. Dhe është një mjet që duhet të jetë në dorën e shoqërisë për ta përdorur, dhe ata që janë brenda dhe që kanë kontroll mbi këtë mjet nuk mund ta përdorin Partinë Socialiste si mjet për të penguar tjerët që të disponohen për të ndërtuar Shqipërinë. Kështu që me sistemin që kemi, ne kemi preferuar që në listat e mbyllura të fusim njerëz që ndryshe nuk do arrinin dot të ishin në parlament, në listat e hapura të fusim njerëz që i kanë të gjitha mundësitë, kanë eksperiencën, kanë lidhjet, kanë njohjen e organizmit partisë që të marrin votat e tyre. Kjo është shumë e thjeshtë. Pyetja e parë për komisioneren, Rezila Myslimaj nga Report Televizion. Shqipëria është tashmë në një proces intensiv negociatash, kur vendi është vetëm 2 muaj përpara zgjedhjeve parlamentare. Sa i rëndësishëm është standardi në këto zgjedhje, pasi në fakt në procesin e integrimit e kam fjalën, pasi në fakt nuk është përmendur nga ndërkombëtarët, ndryshe nga zgjedhjet e kaluara deri më tani të paktën nuk ka ndonjë reagim. Dhe një pyetje për kryeministrin. Kryeministri, duke ndjehur çdo ditë retorikën tuaj politike, kuptojmë që fushatën tuaj elektorale po e ndërtoni mbi procesin e integrimit evropian, mbi ambicjen pra për të integruar në Bashkimin Evropian. Do të keni ju, Partia Socialiste, një program të mirëfillt elektoral për pos integrimit që jo gjithmonë varet nga qeveria? Parliamentary elections are one of the most important processes in democracy in every country. And this is really a choice for the people to exercise their democratic duty to go and vote. So I hope that turnout will be high. I also hope that the elections will be free and fair. I am sure that this will be enabled, and I also welcome the decision that for the first time Albanians living abroad will be able to be part of these elections, and I hope that this whole campaign will somehow mirror
the will of the people of Albania to become a member of the EU, and I hope that all the political parties who will be part of the campaign will also speak about the European way, about everything what is important, so that people could make at the election day the informative decision. Tani, nga mënyra si ju e bët pyetjen, më duhet t'ju them që integrimi dhe antarësimi në Bashkimin Evropian nuk është një udhëtim me autobus apo me aeroplan për në Bruxelles, por është krijimi këtu i të gjitha kushteve dhe i të gjitha standardeve për të qenë antar i asaj familje atje. Dhe është përfshirja e këtij vendi në atë familje që do të thotë zgjerimi i mureve të asaj familje duke futur brenda dhe Shqipërinë. Pra bëhet dhe Shqipëria Bashkim Evropian. Pse e them këtë? Kjo gjë nuk bëhet dot nëse ne s'kemi program. Ne nuk kemi program elektoral për të ardhur në qeveri, se ne jemi qeveria, por kemi program për të gjitha fushat dhe Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian ne shohim si realizim të këtij programi që kemi. Dhe natyrisht që punët e këtij programi do t'ja bëjmë të njohura patjetër publikut, por e gjithë rezumea e programit është një pasaport për ty, që shkruan Bashkimi Evropian, Republika e Shqipërisë. Dhe që ku të shkosh në Bruxelles, të hysh nga korridori i parë dhe jo nga të tjerët, dhe ti jesh gazetare e akredituar në Bashkimin Evropian. E njëjta gjë për gjithë pa përjashtim, për gazetarët, për studentët, që kur të shkojnë në universitet të mos jenë student të huaj, sipas kuotave edhe me para ekstra edhe tjerë, por të jenë student europian. Për të gjithë ata që duan të shkojnë, jo vetëm të shohin, po dhe të ndalojnë, po dhe të shohin nëse mund të punojnë diku në Bashkimin Evropian, pa pas nevojë të bëjnë sikur janë persekutuar, që s'janë, pa pas nevojë të bëjnë sikur po i gjymon nga mbrapa dikush edhe duan mbrojtje, po thjesht të ofrojnë çfarë mund t'i ofrojnë ata kësaj familje dhe çfarë familja mund t'i japë. Dhe pastaj të kthehen prapë. Dhe nëse larg qoftë kur janë atje, ka nevojë të shkojnë te doktori, të shkojnë te doktori njësoj si shkojnë këtu, në një spital, në një ambulancë të njëjtës familje, dhe të kenë po ato kushte si që kanë të tjerët, dhe të rimbursohen njësoj si që rimbursohen të tjerët. Dhe të tjera, pa hyrë pastaj tek fondet, se fondet i kanë marrë ta për momentin, nuk dua ta prek të temë, por kjo është programi. Dhe natyrisht për t'i bërë këto, kur Marta thot në 2027-ën duan bëjmë negociatat nuk janë muhabete, janë të bazuara në rezultate, janë të bazuara në çfarë duhet bëjmë ne, jo çfarë duhet themi. Se ne mund t'i themi të gjitha gjërat bukur, por Bashkimi Evropian nuk të fal, nuk të jep as një gur të vrasësh veten, si që kemi në fjalin, një gurt për të qarë kokën nuk ta japin këta, po nuk bërë detyrat. Edhe ti thuash, shiko, më jepni një gur se dua të vras veten, dhe të prit, i ke bërë detyrat, se dhe gurin s'ta japin, jo më të t'japin mbështetje edhe të fusin atje. Këta, për të penguar, të pengojnë sa herë të duan edhe pa drejt. Për të dhënë një gjë më shumë, ti duhet bësh detyrat.
Ndryshe nuk ka. E se shtot Marta të shkojmë në mal bashkë dhe do kënaqemi. Mbasit kemi bërë detyrat. E pesi tha, nuk tha hajde shkojmë në mal tani bashkë. Bëni detyrat, tha futunin bëhe, pastaj do shkojmë në mal bashkë. Ky është Bashkimi Evropian. Right? Marta ka qenë kampione olimpike. E dini këtë? Olympic champion. Medalja ari. Kështu që mund të thoshte, hajde shkojmë. Stot. Futim Bashkimin Evropian, pastaj shoh. Right? Of course we will climb, yes. Ka një pyetje nga jashtë Shqipërisë? Jo, janë për kë punonin? Mirë, jemi këtu, jemi në bashkë, prapë. Faleminderit. Thank you so much.